Kisha Katolike Shën Shtjefni në Shkodër u mbush me besimtarë të shumtë për një ngjarje të veçantë. Pas 63 vitesh, kardinali vetëm shqiptar Ernest Simon Troshani u kthye për të drejtuar një meshë. Gjatë fjalës së tij, kardinali theksoi se çdo njeri është një kryevepër e Zotit, duke lënë mesazh besimi dhe shprehse për të gjithë të pranishmit. Një rast i bukur e mrekullueshëm, si shkodran e si shqiptar, me u bashku të zbashku, më përmys për para Krishtit shëpusët marrë vocë, me pahorët zonde që na presin para mshimin, e me tanë Krishtit, Jezus Zot, jena të gashën me majtë ligjen, dashnin tane, mandnin tane, shpërblimin tane, që do të apish gjithë besnikët tu në këtë anë të botës. Mrekullia më e madhe që bëhet në çdo ditë, ndoshta nuk vjen e vuarë, është ardha e Krishtit çdo ditë në durët e gati 1 miliard meshtarëve. Sikur tjeri lind, shtetë botën e ngro botën, manë edhe planet tjerë, hytë tjerë, sistemin djellarën, shumë tomi astronomikisht. Kështu Krishti, në durët e gjithë meshtarëve, me madhni të tij e dashnit pamatën, vjen me i dhanë, drejten, pësimin, shpresën, njëllërit, marë njerëzimit që e besojnë dhe presin. Kisha, është vendi më i bukur e më i lartë, se këtu flitet gjithçka për mi materin, për të mi natyrshëm. Hapën e parë që banë çdo njeri për lumit të parrizit. Se gjithë njerëzit kryun për Zotit, thosh shpali, Deus vult alles homens alles theri. Zoti ka kryu gjithë njerëzit e do me pas të gjithë në parriz. Lutni Zotin që të pështojnë edhe ta për të merit të mëndë të fajrë. Kushtimi së shbekume, fejnë jo ka Zotin. Ashtë edhe vështrimi forë se njëzimi sot ka nevojë për një bashkim e vazhdim të gjithanshëm, një kthim të gjithanshëm shpirtëror ka Zotin, një forcë morale shpirtërore me përhap kuda, dashni hinore që ka për Krishtin dhe zgjakun e tërnim, për me bënë që popujt të kuptojnë të mirën nacionale, të mirën e shteteve të tine, të popujve të tine, për me kujtu se Krishti një anë tjeta, kërkon me pa të gjithë njerëzit në lumin të parrinjshëm. Arqipeshkvi Shkodër Pult i Mzot Giovanni Peragjine e cilësoi kardinal Simonin si një dëshmitar të palëkundur të fesë, duke vlerësuar kontributin e tij të madh në rrugën e besimit katolik në vend. Duke pranuar kardinalin ton të dashur Ernest Troshani, biri kësaj toke të bekuar dhe dëshmitari palëkundshëm i fesë, e cila qëndroi e gjallë edhe në mes të persekutimeve më të forta. Don Ernest është një shenjë gjallë e kujtesës se një kohë të shënuar nga dhimbja dhe martirizimi, por njëkohësisht është shenjë shprese që na kujton se feja e ndërtuar mbi shkembën e Krishtit nuk mund të tronditet nga asnjë forcë së keqes. Kardinal Troshani, si e dini më mirë se unë, ka qenë për shumë vite pjesë e jetës së dioqesës sonë, para dhe pas errësirës së regjimit komunist. Ai ka përjetuar vështirësi e padrejtësi, eshtje dhe të detyruar dhe vuajtje të pamasë. Megjithatë në mes të provave, ai nuk u nda kurrë nga e vërteta e Krishtit.